Një portë e re hapet për këto 4 shenja para fundit të korrikut. Ka periudha kur duket sikur asgjë nuk ndryshon, por në të vërtetë universi po përgatit një moment që mund të hap një kapitull krejtësisht të ri. Para fundit të korrikut, energjitë astrologjike tregojnë se 4 shenjat të zodiakut mund të gjenden përballë një mundësie që nuk shfaqet shpesh. Mund të jetë një lajm që ndryshon planet, një takim që sjell njerëzit e duhur, një vendim që hap rrugë të reja ose një rast për të lënë pas një periudhë të vështirë. Shumë njerëz nuk do ta kuptojnë menjëherë rëndësinë e kësaj porte që po hapet, por ata që do të dinë ta shfrytëzojnë mund të hedhin hapin më të rëndësishëm të kësaj vere. Le të zbulojmë tani cilat janë këto 4 shenja dhe çfarë mesazhi ka universi për secilën prej tyre. Shigjetari. Disa rrugë nuk hapen sepse i kërkon vazhdimisht, por sepse ke arritur momentin e duhur për t'i kaluar. Për shigjetarin, fundi i korrikut sjell një mundësi që lidhet me zgjerimin e horizonteve. Mund të jetë një propozim pune, një bashkëpunim i ri, një udhëtim ose një ide që ndryshon mënyrën si e shet të ardhmen. Në aspektin profesional, dikush mund të vlerësojë energjinë dhe aftësinë tuaj për të marrë iniciativa. Financat tregojnë shenja përmirësimi nëse tregoheni të kujdesshëm me vendimet e mëdha. Në dashuri, marrëdhëniet fitojnë më shumë spontanitet dhe sinqeritet. Ata që janë vetëm mund të takojnë një person që i motivon të shohin jetën nga një këndvështrim krejt tjetër. Porta që po hapet për ju nuk është vetëm një mundësi, është një fillim që mund të zgjasë shumë më tepër se fundi i këtij muaji. Daforia. Kur një periudhë pritje e përfundon, shpesh kupton se çdo vonesë kishte një arsye. Para fundit të korrikut, daforia mund të ndiejë se shumë gjëra fillojnë të vendosen në vendin e tyre. Në punë, një përgjigje e shumë pritur ose një zhvillim pozitiv mund t'ju jap më shumë siguri për hapat e ardhshëm. Një person që ju ka vëzhguar prej kohësh mund të vendosë t'ju besojë një përgjegjësi të rëndësishme. Në financa, krijohen mundësi për stabilitet dhe organizim më të mirë. Në dashuri, kjo është një periudhë ku emocionet bëhen më të qarta dhe një marrëdhënie mund të hyjë në një fazë më të fortë. Beqarët mund të njohin dikë që sjell qetësi dhe ndjesinë se gjithçka po ndodh në kohën e duhur. Mos keni frikë të kaloni pragun e kësaj porte, sepse pas saj mund të jetë pikërisht ajo që keni pritur prej kohësh. Bricjapi. Jo çdo derë hapet me shurm, disa hapen në heshtje dhe i dallojnë vetëm ata që janë të përgatitur. Për bricjapin, ditët para fundit të korrikut mund të sjellin një mundësi që lidhet me rritjen profesionale ose me një projekt që deri tani ka ecur më ngadalë nga sa prisnin. Një person me ndikim mund të vlerësojë seriozitetin dhe përkushtimin tuaj, duke ju ofruar një përgjegjësi ose një bashkëpunim që mund të ndikojë pozitivisht në muajt në vazhdim. Në financa, kjo është një periudhë ku organizimi dhe durimi do të japin rezultat. Në dashuri, marrëdhëniet fitojnë më shumë stabilitet dhe mirëkuptim. Nëse jeni vetëm, dikush mund të hyjë në jetën tuaj në një mënyrë të papritur, por me qëllime serioze. Porta që po hapet nuk kërkon nxitim, kërkon vetëm që të mos hezitoni kur të vijë momenti për të vepruar. Peshorja. Ka raste kur një ndryshim i vogël mjafton për të kthyer gjithë drejtimin e së ardhmes. Pikërisht këtë energji sjell fundi i korrikut për peshoren. Një bisedë, një njohje ose një vendim që në fillim duket i zakonshëm mund të shndërrohet në mundësinë më të rëndësishme të kësaj periudhe. Në punë, favorizohen bashkëpunimet, marrëveshjet dhe projektet që ndërtohen mbi besimin. Nëse keni menduar të bëni një hap të ri, kjo është koha për të analizuar me kujdes çdo mundësi që ju paraqitet. Financat tregojnë shenja stabilizimi dhe mund të merrni një lajm pozitiv që lidhet me të ardhurat ose një investim të mëparshëm. Në dashuri, energjia është më e ngrohtë dhe krijon hapësirë për më shumë afërsi. Ata që janë vetëm mund të takojnë një person që hyn në jetën e tyre krejt papritur, por lë një ndikim të fortë. Besoni më shumë të zgjedhjet që ju sjellin qetësi, sepse pikërisht aty fshihet porta e re që po hapet. Nëse ky parashikim të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like.
Shkruaj në koment fjalën porta nëse beson se para fundit të korrikut po hapet një mundësi e re për ty dhe na trego edhe shenjën tënde. Bëj subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizoj njoftimet për të mos humbur asnjë parashikim. Gjithashtu, shpërndaj këtë video me dikë që mendon se ka nevojë ta dëgjojë këtë mesazh pikërisht sot.